Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës në Dritë në Oqean. Atëherë, tema e mbrëmjes sot me normalisht që tërheq vëmendjen e opinionit mbar publik, të gjithë teleshikuesve për shkak se mund të quhet pa frikë dhe pangurim temë ditës. Në këtë punë talinim paprekur dhe pa evidentuar në një bisedë në studio një shqetësim dhe një problem të tillë që zë një gamë të gjerë dhe gjithmonë ka dhënë shifra alarmante me bilancet që prodhon për ditë dhe që ka të bëjë konkretisht me aksidentet rrugore. Normalisht, në bazë të statistikave, në bazë dhe të mbledhjes jo më larg se dita djeshme që ka bërë policia e shtetit, janë evidentuar shifrat dhe janë sjell në optikën e analizës së policisë të përgjithshme dhe të policisë së qarkullimit rrugor, edhe aksidentet e muajit korrik, pra atij muaj që ne sapo kemi mbyllur, dhe janë me të vërtetë shifra rëndësishme, të cilat ne do t'i diskutojmë gradualisht. Por, le ta themi që në krye nga 151 aksidente rrugore që kanë qenë gjatë muajit korrik, 51 është numri i të vdekurve, pra është një bilanc vërtet shqetësues. Kjo është tema për cilën ne do të diskutojmë mbrëmjen sotme me kolegun gazetarin e minjor zotin Makupone. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se vjen. Zoti Pone, le ta nisim konkretisht nga kjo shifër që unë sapo kam evidentuar pak më parë. Pra është në analizën e policisë së shtetit bërë ditën e djeshme, 51 është numri të vdekurve nga aksidentet rrugore, pra në gjithë Republikën për muajin korrik 2010. Atëherë bujar, le ta nisim nga gjendja, nga realiteti për të cilin ne po diskutojmë edhe në këtë temë. Kohët e fundit, madje do të thoshja me ditë, ka dalë një shprehje në media në kryeqytet, në Tiranë, dhe në disa qytete të rëndësishme të vendit, ku përfshihet edhe Fieri, ku përfshihet Vlora, do të thoshja edhe Lushnja, si qytet, por edhe për pjesën e saj të autostradës, ka dalë shprehje pra që në këto qytete më shumë ka automjete se sa banor. Në një farë mënyre, kjo mund të merret edhe si e figurshme, shprehje metaforike, por në një farë mënyre përputhet edhe me realitetin. Pse? Së pari dihet që me ardhjen e stinës së verës vërshojnë mijëra automjete nga bashkëdhëtarët tanë që vijnë nga vendet fqinje, Greqia, Italia, nga Gjermania, Franca, edhe nga vendet nordike, nga Spanja, Portugalia e të tjerë. Këtyre ju shtohet edhe fluksi ekzistues I përditshmërisë. Pra, në kuptimi numerik nuk mund të prologaritet mirë, vetëm statistikat mund të përmblidhen me shifrat që mund të marrin nëpërmjet pikat e kalimit, nëpër doganat të marrin që kanë hyrë kaq apo aq, por bëhet fjalë për disa dhjetra mijëra automjete të cilët janë në qarkullim në këto rrugë ekzistuese të cilat kanë qenë edhe para se të vinin këto mijëra dhe mijëra automjete. Atëre ky fluks kaq i jashtëzakonshëm, i ndërthurur me kushtet reale të rrugës, vetvetiu të rrugëve, i pleksur me sinjalistikën dhe me faktorë të tjerë që çojnë në aksidente, është vërtet i jashtëzakonshëm dhe tepër shqetësues dhe ka arritur një shkallë, mendoj unë, që të çon në hutim, të çon në një kaos, të çon në një mendim gati të dëshpëruar, ç'do të bëhet për këtë problematikë. Sepse do kaloj kjo verë, do të na vi përsëri vera tjetër dhe do të na gjej, si thush, në të njëjtat kushte. E qartë. Dhe vetvetiu. Dhe kemi frikë se kjo kurbë do të vinë në rritje, kjo kurbë e aksidenteve, e viktimave. Në qoftë se është gjithmonë ky trendi, kjo tendencë, domethënë i këtij fluksit makinave. Është vërtet apo bujar që edhe vera e si vjetme tregoi gjithmonë drejt një kurbe e cila ndoshta o ka arritur kulmin ose është në drejt kulmit, për të thënë pastaj që ka filluar të bjerë. Dhe ndoshta kjo do të jetë e mundshme në fund të muajit gusht apo në fillim të shtatorit, kështu që kemi akoma javë dhe ditë të ngjeshura dhe gjithmonë me të papritura sa po vemi në shtëpi dhe hapim
News 24 ose Ora News të paktën, kanalet kryesore informative të vendit, me njëherë syrin a shkon vetë që ka ndodhur këtu apo atje. Në radhë të parë për kriminalistikën dhe edhe krahas kësaj për aksidentet rrugore. Atëre ky është një problem i madh kombëtar, qeveritar, shoqëror, është një problem psikologjik, sepse ka të bëjë me jetën e njerëzve. Ne e kemi thënë dhe herë tjetër dhe unë them për teleshikuesin e gjithë se televizioni ynë kohë më parë ka bërë dhe një bisedë të mirë organizuar pikërisht për këtë temë. Kur janë marrë masa për disa për 8 punonjës të policisë rrugore, ne e analizuam edhe bëm mirë që e analizuam dhe mendoj që bëj mirë që përsëri e marrim në analizë se ka të bëjë me jetën e njeriut. Ne ndoshta nuk do të themi në një gjë të re, të jashtëzakonshme, por kjo ka të bëjë pikërisht, edhe kjo bisedë ka të bëjë me ngritjen e opinionit, me një kujtesë qytetare. O njerëz, ashtu si thotë se Julis Fuqiku, o njerëz jeni vigjilent. Edhe ne po përsërisim këtë frazë të reportazhit me Litan Gryki, i cili i kushtohet luftës së dytë botërore, të themi o njerëz jeni vigjilent. Kjo është vigjilenca. Të vigjilosh për jetën tënde, edhe jo vetëm për jetën tënde, po të atyre që ke të pranishëm me ty, ose të atyre që ndodhen përballë teje. Sepse në një përplasje, në një karambol, siç thuhet në gjuhën e përgjithshme, nuk i dihet se nga do të jenë nga do të peshoj kandari i viktimave. Viktima dhe i viktimizuari. Zoti Kone, ju e keni trajtuar denjësisht dhe në redaksionalen ton të ditës diel, që është e përjavshme, pikërisht çështjen e aksidenteve. Unë ndërkohë dhe për hir të etikës i kërkoj ndjes familjarëve që trajtohet në aksidentin e ndodhur në qytetin e Fierit për ditën e diel, por mendoj se kjo redaksionale është e denjë për të trajtuar dhe si editorial në edicionin e sotëm dhe do të ftoj teleshikuesit që të ndjekim konkretisht këtë redaksionale, do të rikthehemi sërish më vonë në studio për të vijuar komunikimin tonë më tesh. Verën e 30 me pa drojtje dhe pa u gabuar mund ta quajmë një verë fatale. Nga njëra anë zjarret e rëna gjithkund, vrasjet e vetvrasjet, krimin e familje që ka arritur të marrë jetën 15 shtetësve dhe mbi të gjitha aksidentet e rrugës, kjo është me pak fjalë fytyra e trisht e kësaj vere, që veç të tjerash na ka sjell temperatura marramendse që po kapin kuotat e 40 gradëve. Po le të ndalemi tek aksidentet. Kjo e diela e sotme, apo siç e quajmë në stilin e verës, e diela e dasmave, u çel me një aksident të rënd me pasoj vdekjen në rrugën për në Mbrostar, rrugë me përmasa bashkohore dhe pikërisht në urën e Mbrostarit. Pra, këtu humbi jetën 22 vjeçari Nelson Lika nga Petova, që u thonte me makinën e tij të vdekjes për të kthyer në shtëpi, por ku u kthye për fat keq për të përcjellë të nesmen për mbanesën e tij të fundit. 22 vjeçar, një djalosh i ri me siguri plot ëndra për të gjetur rrugën e tij të jetës, për të dashuruar e për të festuar dasmën, për të lindur fëmijë, për të rritur këta fëmijë, për të bururuar e për të bërë gjysh, për të përmbushur kështu ciklin e tij të jetës, por jo në moshën 20 vjeç. Kurse si në moshën 20 vjeç, kur vdekja të duket e largët dhe si e një tjetër bote, por ajo erdhi të nëzisht me duart në timonin e makinës me targa FR 5639B e me këmbët në frenat, a nuk është e tillë ajo që të drejton automjetin humner, që në këtë rast ka emrin e lumit të Semanit. Dhe veç që ditën e djeshme televizioni ynë transmetoi 2 kronika nga Lushnja, po për aksidentet, 2 aksidente pra, njeri në rreth rrotullimin e Savrës dhe tjetri në Bishqethëm, i pari në orën 3 të mëngjesit dhe tjetri 3 orë më vonë, i pari me pasoj vdekjen e një 54 vjeçari dhe i dyti me pasoj rrezekimin e jetës së 5 njerëzve të njëjtës familje, burrë grua me 3 fëmijë të mitur. Por është e pamundur të renditesh të gjitha rastet e të përpilosh lista e statistika kaq të mbanumër të janë aksidentet. Dhe merret me mend që njerëzit të jenë të shqetësuar e të tremur, krejt të pasigurt për të nisur për rrugë, e papritura sikur po të pret diku dhe ja ka fytyrën e zezë të vdekjes. Ti o drejtues makine, përse nuk mendon për jetën tënde? Si nuk të dhimbë se sha ajo? Pastaj,
pse nuk mendon asnjë çik për ata që udhtojnë me ty e që në këtë rast janë njerëzit e tu më të afërt apo shokët dhe miqtë e tu. E në mos qofshin të këtill, ata si dhe ti vet janë njerëz pra për të cilët një shkrimtar i madh ka thënë se s'ka fjalë që të tingëlloj kaq krenare se sa fjala njeri. E ti me timonin në duar befas gjendesh në kurth, o nga shpejtësia marrëmendse, o nga përgjumja, o nga alkooli, o nga që nuk je i zoti të vozitësh një makinë. Mund të gjende dhe shkaqe të tjera, për shembull, makina të jetë me defekt e ti se di ose e di dhe e ke nënvlerësuar. Veç ne këtu nuk po hym në teknikën e një automjeti. As në çfarë ndodh kur befas të bien gomat, ato të para sidomos, dhe kjo është teknik. Ne po kujtojmë për ato çfarë ti nuk duhet të jesh ndërgjegjshëm dhe që i nënvlerëson, duke hyrë kështu në një lojë me vdekjen. Mirë, por në një lojë të tillë i munduri do të jesh ti, dhe këtë ta themi me të madhe që të përmendesh, e ndërsa nuk ka ndodhur aksidenti. Dhe për ty kemi dy fjalë, o njeriu ynë që vjen nga larg, nga Greqia e Italia, nga Franca e Gjermania, nga Suedia, Norvegjia, nga Spanja dhe Portugalia. Nuk janë rrugët tona si të Parisit, Romës, Milanos e Torinos, as si të Hamburgut e të Amsterdamit. Ne madje i themi superstradës autostradë, por ja që nuk është e tillë, nuk është as me 6 e as me 8 korsi. Pasaj dhe edukata e qarkullimit rrugor nuk është si e vendeve të qytetërora. Jo, këtu të vjen tjetri përballë e përplaset me ty, se ashtu ja do qefi e të dy palët bëhemi copë qik. As sinjalistika nuk është e përsosur si andej, as ndriçimi, madje as shërbimi rrugorëve. Ne jemi në Shqipëri dhe këtu ndryshojnë sa kushtet, e po aq edhe psikologjia drejtuesit të automjetit. E pra, e kishim fjalën që ti ke ardhur nga larg të çmallës me njerëzit e tu të dashur, të gëzohesh prindërve, gruas, fëmijëve, shokëve e të afërmve me të cilët kush e di kur nuk e parë. Dhe ja që vjen një orë lig, ora e aksidentit dhe gjithçka përfundon në hiç. Ndaj ki mendjen, hap syt, mos ec me shpejtësi, mos u tho kur je i pagjum, mos u ul në timon kur ke kthyer ndonjë gotë. Ne që shqiptojmë këto fjalë, ne të medias, e duam njeriun, e duam shqiptarin, se në kuptimin më të plotë të fjalës, ne jemi të një gjaku. Respektoj njeri rregullat e qarkullimit rrugor. Respektoj se kështu e do jeta jote dhe jo nga frika e policisë rrugore. Policia rrugore ka edhe ajo statusin e saj, ku pika numër 1 është të siguroj e të ruaj jetën tënde. Por gjithnjë, duke patur dhe ajo përgjegjësitë e veta që nuk mbarojnë vetëm me gjobat e me bllokimin e automjeteve për shkak të dokumentacionit, që dhe këto kanë rëndësinë e tyre të posaçme. Pasi kemi ndjekur redaksionalen, e cila sikur se thash ka merituar dhe artikulimin e editorialit të mbrëmjes sotme, ne do të vijojmë sërish bisedën me zotin Pone në studio. Atëherë, e keni quajtur ora e aksidentit. Unë do të kërkoja pa dashur që të kreditojmë apo përçuar në shkallë sipas listimit vendi parë apo vendi dytë. Kemi pakujdesi në drejtimin e automjeteve, kemi përdorim të alkoolit, ndonjëherë kemi edhe pakujdesi të vetkalimtarëve, mungesën sinjalistikës, nuk e di. Janë këta një sër faktorësh që normalisht shojnë në aksidentin rrugor. Buja, për të qenë pak më të kthjellët, më të qartë, le të ndajmë në dy pjesë. Po. Në pjesën e parë ose në pjesën e dytë, le të quajmë faktorët teknikot, si thosh, teknikë të drejtimit të automjetit, kundruall sinjalistikës, gjendjes së rrugëve, të papriturave që kanë rrugët me të rrugëve dytësore e të tjera, të cilat mund t'i përmbledhim në faktorët teknikë. Dhe pjesa tjetër do të ishte në faktorët psikologjikë. Pra, sepse do të ishte shumë e thjeshtë, nëse tash ne përsëri do lëshonim një thirrje. Ashtu. Mos rrit shpejtësinë. Po. Ndiq me vëmendje sinjalistike. Për shembull, autostrada Lushnjë Fier ose përgjithësi Fier deri më përtej Rogozhinës, ka dhe shpejtësit përkatëse. Këtu thot me 40, këtu thot me 70, këtu thot me 80. Pasi rrallë thot që kalon me shumë se 80. Dhe ne ndim se që ndodhë në praktikë. Do me thënë, në një farë mënyre, sinjalistika dhe kontrollet rrugore të
policisë rrugore në pikat të caktuara, si thosh, janë dhe duhet jenë në qendër të vëmendjes. Dhe prania do të thosh që unë, e rrugorëve nuk do të pasi një frikë, si, do në ndodhë diçka, do më ndaloj, do më vërgjok, do marrë dokumentet, do më blokoj makinën, për një kohë, për të cilin gjithashtu duhet të pagojnë bas të ditëve, netëve që ajo do të ri në blokim. Të gjitha këto janë, si thosh, të përditshme dhe duhet jenë, si thosh, si ABC-a, kur themi në vëmendjen e një drejtuesi mjeti. Domethënë nuk duhet të bërë fjalë për këto. Madje masa mbrojtëse, për të marrë masa mbrojtëse, edhe për sigurinë, jo vetëm drejtim të automjetit, por edhe kashi kalimtare. Ky kontrolli i policisë ju thatë nuk do të parë si frikë për penalizimet e tjera e tjera. Po? Po ndos një gjë e çuditshme. Dikur shkruhesh në përmore, për shembull, lyesh një mur, lyesh një parmak, edhe vihesh një tabel, kujdes nga boja. Shumë njerëz vinin gishtin. Ose vën gishtin që vërtet është lyer, janë të çuditshëm në kuptimin psikologjik të njeriut. Sikur nuk i beson. Atëherë tamam sikur tabela, sinjalistika, tihet një faqe muri e lyer dhe ti do ta provosh. Vërtet është lyer me boj? Vërtet anekdotë e njohur, ti thua që shqiptari është ndaluar të hidhesh nga kulle pizës, do të hidhet. Qarkullon po. Ndalohet kjo, atëherë të bëjmë të kundërtën. Atëherë, ne nuk duhet të vëmë në provë arsyen përse thuhet me 40 në orë. Mua më ka ndodhur për herë të parë, këtu e disa vite, kur shkova për herë të parë në Maqedoni, tek njerëzit e mi, dhe një kushëriri i parë me të cilin shkonim nga Shkupi drejt një qyteti që quhet Kavadarci. Befas në një vend të saktuar ishte vend tabela 10 km në orë. Edhe me njerë kaloj me 10 km në orë. Edhe unë i them, përse e ule tabela? Po nuk hati në një policë që shu. Po, a i qeshit dhe më tha, po kjo tabela është për të më rujtur mua. Jo për policin. Jo për policin. Dhe vërtet, kur kaluam për tej, pam që ishte një faqe shkembi, e zën me rjeta. Dhe më thë, përveç se ishin marrë masat teknike, që dhe në kjo se do të kishë në një shkem që të shkëputej, rjeta ishte jo vetëm me fuqishme, po dhe shumë e dëndur që mund si shta mbante. Por kjo zë thot që po të kishë një orë te gurës, ti të shpëtoje. Prandaj, një shpejtësi e ullet bënd që të kesh edhe manovrime për zdora. Edhe sinjalistika, përveç asaj masë mbrojtëse, përveç ishte edhe sinjalistika, atëre në kjo se do t'i vetë ta bësh këtë gjë. Por edhe për të vlerësuar ajo që ju thatë, do më drejtuesi i automjetit me 10 km respekton pikërisht të tabel, sepse kjo do të thotë është një nivel perfeksioni i zbatueshmërisë rregullore. Ky është rregull elementar për një shtet të qytetëruar dhe me kulturë. Kuptohet që kjo vjen edhe nga flukset e lëvizjes së makinave, por ai është ndërgjegjësuar, nuk bëhet me provë me atë gjë që është paralajmëruese. Nuk bëhet provë me korrentin nëse është shigjeta me një kafë që thotë rrezik vdekje. Ti nuk mund ta vesh në provë, të futesh në një gabinë dhe ne e dim që kemi gjetur dhe kohët e fundit është gjetur në lushnjë i karbonizuar. Sepse ai për të arritur një qëllim të tij, për të grabitur diçka, dha jetën. Dha jetën dhe u futet u karbonizua dhe u zbulua pas disa ditësh. Edhe ai nuk i besoi tabelës, që thuhet rrezik vdekje. Për të vjedhja dhe grabitja ishte më e rëndësishme se sa jeta e tij. Kështu duhet kuptuar dhe kjo puna e sinjalistikës. Pra po e drejtojmë gishtin më tepër tek drejtuesit e automjeteve. Përveç zbatimit rregullores, po them në qarkullim, është masa e përdorimit ose sasia e përdorimit të alkoolit shpeshherë që është fare e palejueshme për të drejtuar një automjet. Unë them se në përgjithësi jo vetëm aq sa lejohet, që është një sasi shumë e pak të alkoolit. Kjo që verifikohet nga tubi edhe të jep shkallën. Po kjo është për të vërtetuar fajin dikujt. Që ti e ke kaluar masë dhe unë po të bëj provën. Që të bindesh. Por kjo ka të bëj me atë që thuhet rrezik vdekje, mos kalo, mos pi alkool. Atëre, sepse po të nisemi nga rrugët tona, sepse ne dim që rregullat
për në Athinë, për në Selanik, edhe në përgjithësi në shtetin fqinj, në Itali po, rregullat e qarkullimit janë shumë më të rrepta dhe kontrolli shumë herë më i rrept. Nuk dua t'i fyej rrugorët tanë, por ai e di që nëse sot do pinë një shishe birrë ose në një diçka tjetër, deri në KKV mund ta pitë, se pastaj të habubi kur themi në popull. Domethënë nuk vihet në provë. Atëherë përderisa thuhet, po të vesh Tiranë, normalisht është rruga po bëhet për një orë gjysmë, 2 orë me një pushim të shkurtër, tash diçka një byrekat bësh, pish një kafe. Por është një kohë shumë e pakët për të kaluar tek pija alkolike. Po pirë orburazerë të themun atje, pi një kanaçe, ivja, çfarë të duhesh, ka lloj pijesh freskuse, sidomos tash në këtë stin të jashtëzakonshme të thatësirës me temperatura që po na arrin ndoshta deri te 38 apo 40 gradë për shembull. Kështu që nuk është alkooli, është për të nxitur akoma më tej. Nuk është për të freskuar, pa i jep përveç se turbullimit, po t'jep edhe etjen, domethënë. Një gotë e parë mund të shoqërohet nga një dytë me nga një tretë, një birë me një birë tjetër, dhe kështu ikën vëmendja dhe fundja thot çfarë do më gjej. Në qartë. Atëre, një pikë tjetër e rëndësishme është edhe masa që penalizon ose ana tjetër, domethënë është policia rrugore. Masat që ata do të marrin dhe zbatimi i përpikt i penalizimeve ndaj drejtuesve të automjeteve. Jo për ta vënë do të thosha në fokus të kritikës apo të lavdërimeve, po për të bërë një lloj analize në bazë të statistikave, në bazë të asaj që është reklamuar dhe në bazë të asaj që ne ndjekim për ditë. Cili është roli që luan policia e qarkullimit rrugor në parandalimin e këtyre aksidenteve ose dhe në marrjen e masave përkatëse për të minimizuar sa të pak? Tashi, edhe gjoba në vetvete, apo marrja e dokumenteve, dokumentacionit të makinës, apo dhe bllokimi i makinës, unë mendoj se së pari luajnë rol sensibilizues, sepse nëse i merret për shembull atje një drejtues automjeti. Më lejet përmend disa shifrat, lutem. Jemi tek analiza që është bërë në policinë e shtetit. Për muajin korrik janë 59760 gjoba. 2017 automjete bllokuara, 1784 leje drejtimi të pezulluara. Këto janë bërë të ditura nga drejtori i përgjithshëm i policisë, zoti Hysni Burgaj, po edhe nga i policisë rrugore Vullnet Topalli. Atëherë, edhe shifrat flasin, statistikat gjithmonë në tekstin i kanë fjalët, kanë edhe këshillën, edhe paralajmërimin, edhe mësimin dhe nëse unë nënvizova të parën sensibilizimin, afërsisht më fiksuaj një shifër rreth 60.000 raste. 60.000. Po këta të njëherë i kanë gjoba 59760. Po, këta të njëherë i kanë sensibilizuar, u ke rënjosur dhe njëherë në kokë, u ke rrahur fort si me që kanë, që kini kujdes, sepse 60.000 veta e mësuan nga gjoba, por këta kanë 60.000 kolegë dhe shok, këta kanë 60.000 drejtues mjetës që është njeriu i shtëpisë, ose njeriu i punës, ose njeriu me cilin shoqërohesh. Kështu që në këtë rast, unë mendoj që janë sensibilizuar disa, ta zëm edhe 400.000 ose 500.000 vetë, në tërësinë e tyre. Se nuk është vetëm e mjaftueshme të sensibilizohesh konkretisht ti si bujar, drejtuesi i automjetit që shkel rregulloren, por sensibilizohen dhe njerëzit e tu të cilët thonë kujdes. Domethënë, ke bashkëshorten, ke vllën, ke fëmijët të cilët thonë ku vete. Me efektet e drejtuesit e tjerë do automjeteve. Të drejtuesit dhe ata të cilët janë në gjendje të sinjalizojnë që ki kujdes. Domethënë, gjoba në këtë rast për mua është jo si një ndëshkim, si një lloj inati që unë si shtet ty të ndëshkoj se ti nuk më dëgjon mua. Se prapë në teksti i policisë rrugore, edhe në përgjithësi policisë së shtetit, është që të ruajë njeriu. Nuk ka në përfitim tjetër përveç se ta ruaj me forcë këtë njeri, i cili ju kundërvihet rregullave të sinjalistikës, rregullave të qarkullimit rrugor,
Edhe në përgjithësi i kundërvjet ligjit, i kundërvjet shtetit. Po. Se shteti në këtë sektor ka këto ligje. Atëre ti që shkel këto ligje, ti paralajmërojsh edhe për kujdes edhe për ligjet e tjera, sepse gjë me kollat që nga t'japësh gas, e ti ecësh me shpejtësi. Kështu do të mendosh nesër edhe për një ligj tjetër të shtetit. Ne edukojmë njerëzit që të ndodhen kundruar si thuhet korrektësisë dhe rretësisë së ligjit. Dhe ky është një lloj paralajmërimi. Ana tjetër është gjithashtu edhe një lloj si thuhet ndëshkimi financiar, sepse ti je detyruar për të paguar këtë, sepse do të paguaje shumë më tepër nëse do të ndodhte aksident. Në rast pa mund ta paguash me kokë, po mund ta paguash me humbjen e automjetit, me milionat që do të harxhosh për riparimin e tij. Kështu që gjova në të vërtetë ka një vlerë simbolike, sado që duket e rëndë. Krahasuar me ato që mund të shkaktojë. Po nga ajo që mund të shkaktohet. Kështu që në këtë rast ai që është vërtet ka një pjekuri dhe mund të ndërgjegjësohet nga kjo, ai do të thotë në të vërtetë mirë ma bëre, sepse unë jam fajtori. Edhe nuk ka asnjë lloj, s'do të ketë asnjë lloj pakënaqësie ndaj atij që e do dhe respekton jetën e tij. Kështu duhet kuptuar. Për të rikthyer edhe një herë tek eficienca e policisë së qarkullimit rrugor, do të thosha. Pra, tek puna që ajo bën është për të marrë në konsiderat. Po, unë mendoj se në disa pika nyje, kyçe të akseve rrugore, ne e ndjejmë gjatë udhëtimeve tona praninë e policisë rrugore. Ashtu siç janë herë veç, herë 2, herë 3, dhe do më thonë, kjo ndihet sepse në mënyrë refleksi, drejtuesi i mjetit dhe njëherë kam në tek frenët, do më thonë që mund t'i kujtohet në moment, në qasë, sepse këtu është rrezik, por mund t'i kujtohet në qasë se ky është ai, si thuaç, njeriu gogol që mua do të më ndëshkojë. Vendosë të ripi sigurimit, se në shumicën e rasteve vetëm kur ka pikë kontrolli, vendosë kjo ripi sigurimit. Ajo, shoh. Vetëm ndërsa rip sigurimit duket sigur vetëm për të hedhur hiçive, po do këtë term tani për punësit e policisë. Unë kam pasur rastin të udhtoj me një mikun tim këtu në Fier, i cili seriozisht nuk pranon që të bësh ripin e sigurimit në mënyrë false. Do më gjasme ti e ke bën ripin e sigurimit. Edhe derisa ma mësoj se si vjen. Do më thënë, edhe kjo gjë është një kujtesë. Po. Sepse dihet që ripi i sigurimit luan një rol suspensioni që minimizon goditjen. Do më thënë, është një lloj tërheqjeje që ty do të lehtësoj një plagë lëndim të mundshëm. Mbrojtje. Normalisht. Edhe është një lloj si të gjitha mjetet e sigurimit teknik në të gjithë sektorët e tjerë. Në sektorin elektrik, sektorin mekanik, sidomos në ndërtim, janë në miniera po që rregullat e sigurimit teknik janë shumë të rrepta dhe ky ripi është në të vërtetë një rregull e sigurimit teknik që shkon paralel me sektorët e tjerë. Po. Dhe e dim që ashtu si dhe në sektorët e tjerë, kur ti nuk do të zbatosh rregullat e teknikës së sigurimit ose sigurimit teknik, je i detyruar pastaj që ti ta paguash. Edhe ne dim aksidentet në miniera, aksidentet në ndërtim, i dim, na ka ndodhur edhe këtu në qarkun tonë, ndodhin në Shqipëri, njihemi me një realitet të tillë dhe nuk ka aksident në minierë të befasishëm. Diçka është në përkëmbur. Nuk ka aksident, unë nuk do të thosha në mënyrë mekanike, nëse automjeti shfaq një defekt të befasishëm, të pamenduar, që askush nuk i shkonte në mend. Edhe mbase ndoshta edhe kur e ke nxjerr nga servisi, avari. Një avari, domethënë nuk mund të them, ashtu siç mund të jetë një shpërthim qoftë i natyrës ose një shpërthim gazi në naftë, domethënë. Po edhe këtu sigurisht duhet shikuar raporti midis thyrjes së rregullat të sigurimit teknik apo ishte një fenomen i natyrës që nuk mund të frenohet. Po, do të kaloj sepse gjithmonë këtu ka dy palë, sikur se thamë ne. Jo, nuk jam vetëm drejtuesi të automjeteve. Pjesa dërmuese e aksidenteve normalisht ka dy palë që përfshin, është dhe pjesa e këmbësorëve.
Në apelet e paseshme është folur për kujdesin që duhet kenë edhe këmbësorët, një lloj shtimi të kujdesit, përderisa ka dhe shtim të fluksit të makinave, të automjeteve që lëvizin në Shqipëri. Madje është një apel, unë kam parasysh në rastin e Gjergjanit në zgabojnë në Puk, që ishte një nga tragjedit do të quajmë më të mëdha, me viktimat që prodhoi. Edhe presidenti Topi ka shtuar ose ka drejtuar apelin që kujdesi duhet të jetë jo vetëm nga drejtuesit e automjeteve, por nga ana e këmbësorëve. Tashti, kjo ka të bëjë dhe do flas mbase pak më pas edhe për anën në tërësi për anën psikologjike të aksidenteve. Por është e çuditshme kur kalohen në vijat e bardha. Njeriu mendon gjithmonë që po më shikon mua e do frenoj. Mi po ndodh një gjë e tillë, sa për kujtes. Në kohën që edhe kur je i vëmendshëm dhe ty po të vjen një makinë, për pakujdesi të makinës tjetër ose të drejtuesit tjetër të makinës, ai në atë kohë parakalon. Parakalon atë mjet që ti po i ruhesh. Dhe ti ke llogaritur me mend shpejtësinë e ecjes me shpejtësinë e makinës. Edhe llogarit në mënyrë intuitive që me këtë shpejtësi që ka kjo makinë, së cilës unë po i ruhem, unë kam kaluar përtej kësaj. Dhe pikërisht në këtë moment edhe ka ndodhur aksidente të tilla, të vjen me shpejtësi një makinë paralel me këtë që ti po i ruhesh dhe e parakalon të dhe ti gjendesh në rrotat e makinës. Prandaj, në asnjë mënyrë nuk kërkohet ngutje, nuk kërkohet vetë siguri, që çfarë do më gjaj mua. Ama unë për ditë e bëj këtë, për ditë e bën ti po njëherë do të ndodhin. Jo, në fundit janë për të respektuar pavarësisht masës dhe kontrollit mirë të rrugës që duhet bëjnë këta kalimtarë, po them, këmbësorët nëpër vijat e bardha, në vendet e përcaktuara. Problem më i ndjeshëm është se shpesh kalohet dhe jo në vijat e bardha. Pra atje ku nuk është vendi dur për kalimtarët. Shiko, pra është ana tjetër që është më e keqe. Është një gjë, bile ka që dukshme, sikur të kishim kameran tonë, një ditë, ta vendosnim në dritaren, atje ku kemi mund edhe zyrën, ku kemi edhe korridorin tu, po të lem një kamera non-stop gjatë 4 orësh, do t'i evidentojnë fare qartë këto që unë sa po thash. Do t'i evidentojnë raste nga më të çuditshmit. Edhe shpesh kur dalim për të lodhur aty, hedhim syt nga lëvizja, domethënë, do të shikosh që 3-4, sidomos po them shumica më duket sikur janë gra, fësht kalon njëra para një makine, ngelen 3 të tjerat. Thuaj se është asfalti dhe gjithë rruga e lënë me gëlqere e bardhë. Po, tamam kështu, edhe është për të habitur se si gjarpërojnë përmes makinave për dalë në anën tjetër. Kur mjaft mirë, ka momente, pauza, kur ti nuk shikon asnjë lloj rreziku. Kjo është shkelje edhe më banale se të para. Domethënë se përderisa ti ke një lloj sigurie te vijat e bardha, se po më ruan edhe drejtuesi i mjetit. Këtu s'ke se të kesh befasi. Përveç se ke lëvizje nga dy krahat. Pra, në rastin e parë mund të ketë tek kalimi te vijat e bardha, mund të ketë një lloj pakujdesie nga ana e drejtuesve të automjeteve. Kjo do ta. Ndërsa në rastin e dytë është tërësisht është papërgjeshmëri, nëse mund ta quaj kështu, e këmbësorëve. Unë po përmend një moment kur na kanë thënë shokët, kolegët, njerëzit që kemi takuar, që ka vende të qytetëruara të Evropës Perëndimore, në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, që në qoftë se vë këmbën në xhade një kalimtar, ai do ta shikojë, do të ulë shpejtësinë ose do ta ndalë, edhe do ta lejojë të kalojë. Domethënë në qoftë se këmbësori nga trotuari futet në xhade, ka një përgjegjësi më vete edhe drejtuesi i mjeteve. Jo më ku kemi vijat e bardha, që në asnjë mënyrë nuk duhet kaloj me shpejtësinë qoftë lejuar në qytet. Mirë, po për fat keq në vijat e bardha ku kemi përpara fotostudios son, domethënë rrallë ose shpejtësia ulet kur ti shikon që u afrove atje. Shpejtësia do të filloj shumë më për ulje shpejtësi, shumë më përpara. Që këtu ta them, nuk e di, nuk kam qenë i vëmendshëm për të parë një sinjalistik. Po kur futesh në tezë duhet ketë pak në thuhet me 20 km/h. Nuk ka pse. Këtu nuk jam i sigurt për sinjalistikën, po e meriton që
të vijet në kujtesën e drejtuesve të mjetëve, por dhe të këmsorve. Po. Që këtu kujdes se ke vijet e bardha dhe ju kujdes do të uli detyrimisht shpejtësin dhe jo kur të ndodheni përballë kalimtarit. Po. Që është i mundshëm edhe ndonjë përplasje, shtypje. Zoti, po më lejo të ndajmë një SMS të dërguar nga zoti Bilbil Çepele, i cili është dhe drejtues ato mjetet dhe është ndjekës i rregullt i emisioneve tona. Zoti Çepele shpreh, unë mendoj se aksidentet bijnë si rezultati i mosbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor. E dyta, nuk ka sinjalistik rrugore, e treta, policia rrugore nuk kontrollon për pije alkolike, i vënë si më tepër një pasagjer jashtë vendeve sesa pijeve ose shpejtësisë së madhe. Ne sigurisht që e falenderojmë bashkëpunëtorin ton Patjetër. Bilbil zotin Çepele, mbasi ai ka eksperiencë dhe fjala e tij është nëpërmjet mesazhit është sikur të jetë i pranishëm në studio dhe ka qenë i pranishëm në një bisedë që ne kemi bërë edhe ka dhënë eksperiencën e tij dhe vërtet meriton që ne ta falenderojmë sepse ai na e pasuron, si thua, bisedën. Edhe kështu është. Ka përvojë nga rrugtimet e tij të pafundme. Bile mua më bën më habit për shkakun që përse të mos ekzistoj kontrolli mbi sasinë e përdorimit të alkoolit. Dhe përse duhet që ky rrugor të kushtoj kaq rëndësi një pasageri, një udhëtari mbi ta zërë, ose ka 8 vende, ka marrë një të nëntë. Për një arsye ose janë 2 të një familje të mos i ndaj. Ose nëse do përfitojsh një shumë qesharake të ardhurash, kuptohet sepse ai ka garantuar rrugën me udhëtar, mbas të këtyre ka dhe tatimet për kase e të tjera. Mua më duhet një papjekuri dhe më duket shumë të thoshe naive dhe feminore, nëse ti kapes pas gjërave të dorës së dytë apo të dorës së tretë. Domethënë, mos kapes pas sinjalistikës, mos kapes pas thyrjeve të hapta dhe ku është numri më i madh i thyrjeve dhe aksidenteve të ndodhura, dhe të kapes pas një gjëje dorë dytë tregon papjekurinë ose hajde të rreke me ty, të marrë diçka prej teje që të jemi të barabartë. Më duket si një rrugë që nuk të çon në një moral të drejtë, në një qëndrim. Domethënë, mund të ketë dhe jo rëndësinë sepse por nuk do të vijë një aksident nga një nga 8 u bën 9 edhe ose 10. Kam idenë se zoti Çepele ka dashur të shprehë në këtë formë që duke pasur një pasagjer, si quhet me gjuhën e shoferëve apo me gjuhën e përditshme, të zakonshme, më tepër drejtuesit, punonjësit e policisë shikojnë këtu ka dhe vend për abuzime në një element të vogël kafe apo që ajo mi të marrë. Po, e qartë, është një lloj përfitimi nga momenti që më japësh në këmbim. Që kalon plan dytë ato që ne tham pak më parë që janë më të rëndësishme. Prandaj edhe bie dhe autoriteti i vet policisë shtetit tërësi dhe i policisë rrugore kur ti kapesh nga një gjë e dorës së tretë, jo dorës së dytë. Po. Domethënë këtu Bilbili ka shumë të drejtë edhe prandaj dhe e falenderojmë për pjesëmarrjen e tij. Atëre, kjo temë është patjetër që do të ndalon në gjuhën e shifrave dhe të statistikave. Duke qenë se jemi në muajin korrik dhe ne kemi dhënë shifrën nga 151 aksidente, 51 të vdekur, pa llogaritur numrin e plagosurve dhe të atyre që janë nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale apo asistimit të mjekësisë. Po bën një krahasim me korrikun e 2009-s, 48 të vdekur në 148 aksidente. Përkundër korrikut të 2008-s, numri i aksidenteve ka qenë 105. Ndërkohë, nëse do të marr për vitin 2009 që janë evidentuar të gjitha shifrat, janë 1465 aksidente që kanë ndodhur në vitin 2009. 374 persona kanë mësuar plagë të rënda nga aksidentet rrugore në vitin 2009. 1081 persona kanë mësuar plagë të lehta nga aksidentet rrugore në vitin 2009. 300 persona kanë vdekur nga pakujdesia e shoferit në vitin 2009. 20% aksidenteve kanë ndodhur si pasojë e shpejtësisë mbi normat e lejuara. 85% aksidenteve kanë ndodhur nga pakujdesia e shoferit dhe shkeljes së rregullave të qarkullimit. 60 aksidente ndodhen si pasojë e alkoolit nga shoferët e automjeteve. Nuk e di se çfarë mund të keni fiksuar dhe ju ka bërë më tepër përshtypje në këto statistika. Shiko, një herë të parën unë po quaj
thyrën e rregullave të qarkullimit rrugor, mbasi si se thash më para, kjo është ABC-ja. Është fillimi, është gërma A. Nuk mund të nisesh në rrugë nëse ti gjatë rrugës udhëtimi tënd do të thyesh rregullat e qarkullimit. Kjo është, si thosh, një kundërvënie me dashje. Këtu nuk ka asnjë arsye tjetër. Nuk është se po jepe një shpejtësi të madhe sepse diku do të nxitojë që të arrijë në këtë orë, nuk ka fare justifikim. Mund të jenë raste të rralla kur duhet të arrijnë një kohë të caktuar, po këto mund ndodhin vetëm për filma. Në jetë ndodhin rrallë që ti duhet të jesh Po shkojnë në aeroport. Do shkojnë në aeroport se më ikën avioni. Por ai që i di këto rregulla, e di që do ngrihesh në orën 3 të mëngjesit dhe jo në orën 5 ose në 6 që ti ikësh me shpejtësi. Domethënë shumica e këtyre ka mundësi të paradalohen. Po kurse ajo e alkoolit është për mua dhe për cilin do nga shtetasit, nga teleshikuesit, është krejtësisht e papranueshme. Domethënë kjo është Megjithatë në vitin 2009 nga 1465 aksidente, 60 ka ndodhur për përdorimin e alkoolit. Po, 60. Por këtu ka të bëjë me llojin e aksidentit, me sado, domethënë për një moment le të mos flasim me shifrat në kuptimin e alarmit ose të krahasimit, por përveç se humbjes së jetës, që është një drama po tragjedi për një familje, që është për një 200 njerëz të afërm të familjes, për 2000 shokë dhe miqë dhe të tjerë, pra janë mijëra njerëz që ju dhem për këtë vdekje. Të papritur. Në mëngjes pim kafe bashk, unë në mesditë marr vesh për aksidentin tënë me vdekje. Kështu më ndodhi edhe mua me një kolegun ton gazetar, ka ndodhur në 22 gusht 1987, së shpejti bën 23 vjet. Në mëngjes Me motor? Me motociklet, ka qenë gazetar shumë i talentuar, telekronist, edhe e kujtoj është Ilia Kule, me të cilin në orën 9 unë ndam nga kafja kur thosh, dhe në orën 12 mua më erdhe dhe më thanë që ka ndodhur jo një por 2 të vdekur, se ishte edhe një poet bashkë shoqërues në rrugë. Domethënë me njeriu ndahesh në mëngjes edhe të nesmen do të shkosh në përcjelljen e fundit, në lamtomin e tij. Dhe duhet ndalemi në mënyrë të veçantë, se për këtë folëm, po çfarë plagë, jo vetëm fizike, po dhe psikologjike ju hapen njerëzve që marrin lëndime të rënda. Në kuptimin, jo vetëm, këtu ishte një kompleks pasojash, duke filluar nga dhimbjet trupore, nga gjymtimet, nga pamundësia për të rrësjellë trupin tënd në formën e mëparshme, nga stresi dhe depresioni që do vinë pastaj, jo vetëm nga dhimbja fizike, po dhe nga veçimi nga bota se do të rish i izoluar, ndoshta do të rish 6 muaj apo një vit në spital, pastaj do të detyrohesh në rast se mundesh. Po për shkurt marrim aksidentin me thyrjen e shtyllës kurrizore, njeriu deri në fund të jetës së vet do të rrijë bllokuar. Për jetim kompleks për të dhimbjes fizike, Ne do të flasim tash se këto nuk janë vetëm pasoja fizike. Edhe fiziologjike, po janë edhe kanë të bëjë me psikikën e njeriu. Dhe nëse më lejon ta trajtoj diçka për të dalë aty. Mendoj që në tërësi, mbasi folëm për një lloj kompleksi të masave, të karakterit teknik, sinjalistik, edhe të opinioneve dhe të ngritjes së ndërgjegjes qytetare, duhet kapim edhe anën tjetër të psikikës. Pse ndodhin këto? Përveç atyre faktorëve që tham. Njëherë unë dyshoj në kuptimin teknik në saktësinë e dhënies së patentave. Sepse patenta merret shumë lehtë dhe krijohet shumë shpejt siguria e jote në timon, pa eksperiencën e duhur. Për mos të thënë që në mënyrën më qesharake dhe gjë që mund të çojë në revolt çdo njeri kur shikon një fëmijë 10 vjeç në timon. Edhe ai diku e ka marrë makinën me leje ose pa leje dhe ai është një fëmijë që gati nuk duket nga rruga. Koka te timoni. Domethënë,
kjo lehtësia me cilin njerëzit ulen në timon është vërtet për të habitur dhe është absurditet i gjallë. Edhe unë do të doja që institucioni i cili je patentat duhet të jetë në rregull. Unë kam asistuar vite më parë që nga 30 veta që të shëron do të donin të merrnin patentën, e ka marrë vetëm një. Prova e fundit ishte kjo. Parkimi nëpërmjet 2 hapësira, 2 vijeve të bardha me gëlqere, parkimi me të parën që të futesh atje. Sepse nëse s'parkohesh me të parën ti je në rrugë dhe me njëherë do të ndodhi. Ti do të marrësh herë kthesën me timon, herë majtas, herë djathtas ta çosh atje. Domethënë kishte një rreptësi në vendin e patentës. Do të them që këtu në rast se na dëgjojnë ata, jo vetëm ata që janë në administratën e këtij institucioni, po dhe ata të cilët gëzojnë nga lehtësia me cilën mund ta marrim. Përpara se do të vazhdojmë te kjo pikë. Sot në një bisedë në fakt që kam pasur diku me një të njohur, ai ka thënë që është prehur një bisedë rastishme. Në fakt duhet të futur një lëndë siç ka qenë dikur edukata, në shkollë edukata, sot është edukata qytetare. Të bëhet normë për njohjen e qarkullimit, fëmijët duhet të dinë se si të ecin në botën e qytetëruar, të bëhet një lëndë më vetësishme që të ishte në shkollat shqiptare. Pavarësisht se ka lëndë posaçme që i përfshin këto, dhe të mësoshin dhe rregullat e qarkullimit jo vetëm këmbësor, por edhe qarkullimit rrugor. Do të ishte alfa sepse ishte tema që ne kemi folur për aksidentet. Nuk e di se sa mund të jetë në idetë tekst bërësve apo programi ministrisë. Gjithsesi, për sa i përket policisë, për këtë që ju thatë, për marrjen e patentave është parapar që do shtrëngohen marrja e patentave, pra të shtrëngohen masat për mënyrën e dhënies patentës, sigurisht edhe për shtimin e shpejtësisë janë aplikuar gjoba të reja, të cilat janë më shumë të shtrënguara edhe në më të shtrenjta, do thosha, në thonjza krahasuar me ato të mëpashme. Duke nisur kalimi i shpejtësisë me 10 km ka një gjobë posaçme apo me 20 km pra që varion në gjoba marramense. Shiko, unë besoj shumë në këto gjoba të rrepta, sepse ngushtohet hapësira, domethënë midis në statistika. Po. Ngushtohet, detyrimisht është një presion, një trysni që ushtrohet. Do vetëm sa më shtrënguese të jenë masë, edhe në anën e psiqike në drejtuesit të mjetit, përveç se pasojave në fundit që unë para 1 sekonde, para 10 minutash nuk i kam 50.000 apo 100.000 po flasim me të vjetra ose 200.000 lekë tash mu ato mikin, edhe mjetin do vetë ta marr mbasi të shlyej këtë. Heqja e makinës ose bllokimi është një masë shtrënguese sepse ai edhe ka të bëjë me psikologjinë e drejtuesit të mjetit, se nuk e ka. Ai në mëngjes do hipte në makinë, do shkonte diku, të nesmen do t'i lutet një shoku ose do të rri pa te. Domethënë këto kanë të bëjë me anën psikologjike të këtija. Tjetër, do të thosha që më çuditë vetë siguria e drejtuesve të automjeteve. Si thuhesh, është një lloj euforie. Unë nga ana ime, nga një lloj provoje e di euforinë e shpejtësisë. Domethënë, sa më shumë që rritet shpejtësia drejt, nëse avioni do të shkëputet nga toka, ke një lloj euforie nga shpejtësia. Adrenalina. Ajo vepron në anën psiqike. Edhe, s'po them për ata që neve themi në popull avdall, që unë po ikin me këtë shpejtësi që nuk e di se kush do ta shikoj atë. Sa nuk po ndjek në një kamerë dhe ta tjetë qarkulloj në internet apo në televizionet e botës. Kjo është në vetë një lloj euforie sa gjenetike, pa që edhe e krijuar nga një lloj supremacie që ndjen ndokush që ka një mjet shumë të shtrenjtë, shumë të bukur, një mjet që të çan, se ka përgjetë në nxjerrin deri në 230 km/h, edhe ai me çpovun për ta dëshmuar këtë, edhe në Shqipëri. Domethënë kjo makinë kaq luksoze, kjo të përlan është tank. Po me tank me shpejtësi marramense, që po synojnë deri te trenat ekspres. Po nuk mund të rrejki me shpejtësi e një automjeti, sado i modifikuar tjetë në shpejtësinë e një treni ekspres 350-400 km/h. Dhe kjo anë psiqike, edhe tjetra në vetë që mua të më ndodhin i thot vete se
Kam kaluar momente të vështira dhe ai që ka drejtuar automjet gjithmonë ma mendje që njëherë i ka ndodhur të kalojnë qaste të vështira për fajt e tij ose për fajt atij që vjen kundrull, për fajt e kalimtarit, për fajt e rrugës dytësore, si sa që parë që futet me njerë me befasi, për fajt të një nënkalimi, mbikalimi e tjerë. Do më thënë, dikush e ka një paralajmërim. Edhe këta njerëz thonë që mua të më gjej kjo, po ty e të gjej, se s'ben. Po ti, jo vetëm për kokën tënde që s'kujdesesh, pa ty këtë familjen tënde, njerëzit më të afërt. Edhe nuk dihet cili zeshorti. Ke shpëtuar ti si drejtues mjeti, po ka humbur bashkëshortja. Keni shpëtuar ju të dy, po e ka psor fëmia. Në këtë rast humbja është e pazëvendësueshme. Kuptimi psikologjik kjo duhet pasur gjithmonë në qendër të vëmendjes. Atëre, i rikthejmë sërish analizës për dalë edhe tek pyetja dhe tek apeli që ne duhet të drejtojmë jo vetëm për drejtuesit e automjeteve. Në këtë analizë që është bërë nga Policia e Shtetit, si drejtori i përgjithshëm i policisë zoti Burga, ashtu dhe drejtori i policisë rrugore zoti Topalli, ashtu dhe drejtuesit e 12 njësive vendore për sigurinë rrugore në përqarqe, kanë shtruar gjithmonë masat ose i kanë mshuar faktit tek masat që duhen marrë. Por policia e shtetit, në vërtet policia e qarkullimit rrugor, duket sikur jo se është e pafuqishme për shkak se nuk di se si ta kryejë detyrën e saj. Po prap duket sikur nuk mund ti kemi nivelin 0 apo shumë të minimizuara këto aksidente. Çfarë duhet bërë në të vërtet, gjithmonë parë sipas mendimit tonë që të jenë sa më pak apo të kemi sa më pak shifra alarmuese, tronditëse nga aksidentet rrugore. Unë mendoj që këtu ka dhe du të ketë marrëdhënie të ndërsjella, një raport të caktuar midis policisë edhe njerëzve. Njerëzve të cilët udhtojnë ose janë drejtues makinash. Në një rast të tillë, unë mendoj se është e lidhja ajo marrëdhënie reciproke që sa më ndihmon ti, po marrim rastin ideal si policia e qarkullimit rrugor, ai duhet ndihmoj edhe unë që ti ta ndihesh të lehtë detyrën. Domethënë, kjo marrëdhënie duhet të përçohet nga një kulturë qytetare, kulturë shteti, kulturë në fundit të gjitha këto, edhe aksidentet edhe shifrat e statistikës që janë alarmante, përfaqësojnë nivelin në një farë mënyre, në një nga drejtimet përfaqësojnë vetë nivelin e shtetit. Vetë nivelin e shqiptarëve, të thonë ata, që mos kujdes në Shqipëri kur udhtoni, kur do të vinë një hoj se do të humbisni kokën. Pra, ne duhet të ngrem lartë edhe dignitetin e shtetit tonë. Kemi një shtet demokratik, që ligjet i ka të vetat për çdo sektor dhe në këtë rast kërkojnë të standardizohemi dhe ne bërë. Standardizohemi, përtashi, unë them që në fundit nuk e di ato kërkesat e mëdha që ka për statusin e kandidati për bashkimin e Europian, por dhe ky është një lloj testimi që duhet bërë. Në çmas është kultura e qarkullimit të mjeteve në Shqipëri, në që raport janë mjeteve me banorët, në që raport janë numri mjeteve me aksidentet e rënda apo të lehta, sepse këto në kompleksitetin e tyre krijojnë fytyrën e shtetit në një sektor të caktuar. Prandaj nuk shkohet në Europë me këto afdalleqe, nuk shkohet në Europë me 150 në orë, nuk shkohet as me burien të takuar, as me një muzik, si që më tha një shok para 2 ditësh, me një muzik që ja kalonte edhe pubit, jo disko, në rrugë, ding, çfarë do demonstrosh? Që ti je dhe je i fort, që ti je dikushi, po nuk krijohet personaliteti me një shpejtësi automjeti ose me një muzik. Nuk janë gjëra të tilla që të ngrenë dinjitetin e personalitetin. Po. Kemi ardhur në fund të bisedës sonë dhe më ngelet ju falenderoj që ishit sot i pranishëm. Ju falenderit. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur kësaj në fund të kësaj bisede në studio dritë në oqean. Normalisht nuk i ngelet vetëm policisë qarkullimit rrugor për të qenë në nivelin e detyrës, por ashtu siç e kemi theksuar dhe me kolegun Pone, është një detyrë ose është përgjegjësi e të gjithë njerëzve, qofshin në rolin e drejtuesve të automjeteve, qofshin në rolin e kalimtarëve apo të këmbësorëve. Për të pasur sa më pak shifra të tilla alarmante, për të pasur sa më pak aksidente rrugore, për të pasur sa më pak viktima.
Ju falenderoj që na keni ndjekur në këtë takim në Dritë në Oqean. Takimi më i afërt do të jetë të premten e ardhshme. Deri atëherë natë mirë dhe mirupafshim. Njoftim. Ditën e premte datë 20/8/2010, Bar Restorant Kështjella ka ftuar këngëtaren e mirë njohur Poni, si dhe këngëtaret Kita Caroshi dhe Ilia Basha. Nëntingujt e mrekullueshëm të zërave sa të bukur e po aq origjinal e janë për të kaluar një mbrëmje të rrallë që do të zgjas deri në mëngjes. Mund të kontaktoni në numrin 038 52 07 77. Adresa Bar Restorant Kështjella, rruga Fier Patos, kilometri 6. Ndërkohë, ditën e njëjtë datë 19/8/2010, Beach Club Vlorë ka ftuar për kënaqësinë tuaj të nderuar klient këngëtaren e mirënjohur Poni, si dhe këngëtarët Kita Caroshi dhe Ilia Basha. Ata do të shoqërojnë mbrëmjen tuaj deri në orët e para të mëngjesit. Për më tepër mund të kontaktoni në numrin 069 55 29 709. Adresa Beach Club, Plazhi i Ri Vlorë. Njoftim. Shitet një apartament në përbërje të cilit janë 2 dhoma, një kuzhinë dhe një sallon, me sipërfaqe 125 metër katror. Apartamenti ndodhet në qendër të qytetit pranë televizionit Apollon. Çmimi është i arsyeshëm. Të interesuarit mund të kontaktojnë në numër telefoni 70 43 28 dhe celular 069 20 66 033. Njoftim. Jepen me qera ambiente për dentist, mjek, zyra e të tjerë. E gjithë godina është e përbërë nga 8 dhoma dhe 4 banja, me një sipërfaqe prej 325 metër katror. Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrat 068 24 24 995 dhe 0030 69 72 42 30 94. Adresa Pallati i Ri pranë Spitalit të Fierit. Abonent. SHA-u i sjellës kanalizime Fier ju njofton se për të gjithë abonentët debitor do të bëjnë ndërprerjen e furnizimit me ujë në zbatim të vendimit të Këshillit Ministrave 1304 datë 12/11/2009. Abonentët debitor deri në tetor 2006 për vlerën e debis që kanë ju jepet mundësia e shlyerjes së 15% të vlerës për çdo muaj. Abonentët debitor pas tetorit 2006 deri në korrik të vitit 2010 për vlerën e debis që kanë ju jepet mundësia e shlyerjes me 10.000 lekë për çdo muaj deri në lekuidim. Të gjithë abonentëve që ju ndërpritet furnizimi si